drejtimi ku ne dëshirojmë të vazhdojmë, shkollën e mesme është gjëja më e rëndësishme që mund të bëjmë për veten tonë, gjëja më e rëndësishme e cila edhe na drejton drejt një profesioni më të zhvilluar dhe ndoshta profesioni të jetës tonë. Gjatë periudhës nëntëvjeçares, ndoshta neve ende nuk jemi të vendosur dhe nuk e dim se ka doam të ambajmë dhe ku dëshirojmë që të fokusohemi. Kemi shkolla të ndryshme, drejtime të ndryshme dhe normalisht profesione të shumta që na ofrojnë shkollat e ndryshme. Një nga ta shkolla e mesme ndërtimtarisë dhe gjeodezisë, shkolla Zdravko Cvetkovski, ku sot edhe kemi një profesoresh dhe 2 nxënës të cilët veç se më kanë kryer shkollimin e mesëm. Në këtë shkollë do na tregojnë për përparësi që ua ka dhënë kjo shkolla, për gjitha aktivitetet e shumta dhe gjitha përparësi që i ka vetë kjo shkollë që u afron nxënësve të cilët janë ende në hamendje dhe nuk janë të vendosur, pasi që jemi edhe në fund të vitit shkollor dhe në fillimet e regjistrimeve për klasë të parë. Për vit të parë. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit tonë, ta promovojmë shkollën dhe të tregojmë edhe shikuesve tanë se sa beneficione mund të marrin vetëm nga regjistrimi dhe normalisht kryerja e kësaj shkolle. Përshëndetje dhe për juve, kënaqësi të jemi pjesë e këtij programi sot me ju. Na thoni fillimisht, do fillojmë me profesoreshën, ju nuk do më hidhërojeni. Na thoni fillimisht më shumë për historinë dhe misionin që e ka shkolla Zdravko Cvetkovski. Fillimisht shkolla e mesme ndërtimtarisë dhe gjeodezisë Zdravko Cvetkovski, që nga themelimi i saj në vitet e 40-ta, është një nga institucionet arsimore që realisht ka një traditë të gjatë sa i përket drejtimeve profesionale në fushën e ndërtimtarisë dhe gjeodezisë. Gjatë gjithë këtyre viteve, shkolla ka përgatitur gjeneratat të tëra profesionistësh të cilët kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë në zhvillimin e këtyre profesioneve. Misioni i shkollës tonë është që të ofrojë arsim cilësor, të përgatitur për nevojat të tregut të punës, si dhe të zhvillojë tek nxënësit jo vetëm aftësitë teknike, por edhe ato praktike. Kemi edhe 2 nxënës të cilët veç se më kanë kryer shkollimin, tani e kanë pasur maturën dhe ndoshta janë ende me ato emocionet e maturës. Na thuani që të dy kush jeni, çfarë drejtimi keni kryer dhe pse pikërisht para 4 viteve vendoset që të regjistroheni në këtë shkollë dhe pikërisht në atë drejtim. Do ja lëm rendin vajzës dhe në fund do e lëm mbëlsirën. Urdhëro. Unë jam Elisa Ramazani. Elisa. Domethënë jam nxënëse e drejtimit teknik të arkitekturës. Domethënë sa e krytëm atë vitin e fundit të shkollës. Arsyeja primare apo kryesore pse u motivova ta zgjedh këtë drejtim ishin kryesisht prezantimet e shkollave që bëheshin në atë kohë. Ende domethënë bëhen. Pastaj kjo disi më frymëzoi që ta vizitoj edhe shkollën, edhe pastaj ditët e hapura që organizoheshin nga... I kishit tani javën para 2 ditëve, po. Edhe pastaj, do më thënë, nocionet që i shihmi, mësimdhënësit dhe nxënësit që na i shpjegonin më thellësisht parimet kryesore për këtë drejtim, kryesisht për arkitekturën u interesova unë. Ishin edhe maketat, projektet e printuara edhe pastaj edhe kofrazhet dhe konstruksionin e tyre. Përshëndetje, unë jam Elian Etishi, jam viti 4 e kam mbaru në shkollën Zdravko Cvetkovski Guc, si teknike arkitekturës. Edhe ti si teknik, po. Njëjtë si shoqja. Unë këtë shkollë e kom zgjedh para 4 viteve, pasi që prej nga fëmijëria kam pasur qef të krijoj ide dhe objekte të cilat një ditë mund të bëhen realitet. Dhe kur e pash shkollën tonë dhe mundësi që ajo i ofron dhe drejtimin e arkitekturës, unë vendosa se duhet të filloj dhe të punoj për të bërë realitet të ndërtime. Nuk ja gabove, ja dole qëllimi? Jo, nuk ja gabova, ishte pak e vështirë, po ja dolem. Nuk ka gjë të bukur dhe të lehtë. Asnjë gjë e bukur nuk është e lehtë. Profesoresh, na thuani pak për drejtimet dhe si janë ato të ndara në profile profesioniste.
Atëherë, shkolla jonë ofron gjithsej 6 drejtime profesionale, prej të cilëve 4 drejtime janë në programin 4 vjeçar, teknik i arkitekturës, teknik dizajner për arkitekturë të mbrendshme, teknik i ndërtimtarisë dhe teknik i geodezisë, si dhe 2 drejtime 3 vjeçare që janë montuesi ndërtimeve të thata dhe montuesi pllakave dhe dyshemeve. Do të thonë, për gjitha profilet keni më drejtime, nuk është një drejtim i përgjithshëm ku mësohet gjithçka, po i specifikoni dhe i profesionalizoni në mënyrë koncize për një drejtim të caktuar. Nxënësit që të jenë në fund të diplomimit apo në fund të shkollimit të tyre bukfalisht profesionist në sferën e tyre. Më thoni se si ishin fillimet e para? Ishin të vështira pasi që nga shkolla fillore ndoshta edhe nocionet, ndoshta edhe termet e ndryshme, si e gjetët veten, si u ambientuat edhe në fillim të viteve të para? E lajmë Ledionin tani. Fillimisht, si çdo fillim ishte pak e vështirë, pasi që ambient i ri, shoqëria e re. Dhe unë personalisht e kisha pak të vështirë të ambientohesha prej në fillim, por mendimin e Pse? Po se ishte një ndryshim shumë i madh për mu, se krejt shokë që i kisha... Ndryshimi se je larguar nga shokët? Po, shkollë fillore, krejt shokë shkon gjimnazun e ndrova. Tipike. Si zakonisht. Edhe po mendimin e profesorëve të cilët i kishin vitin e parë, ata na mikpritën shumë mirë dhe për një kohë të shkurtër ata arritën të na bëjnë të ndihemi sikur ne jemi pjesë e vërtetë e shkollës. Me një fjalë thuhet se profesorët i keni si prind të dytë dhe keni një ngrohtësi nga profesorët dhe një afërsi nga ta dhe ju bën të ndiheni si në shtëpi. Po, definitivisht. Do të thonë, si shta dhe Ledionin, çdo fillim është pak më i komplikuar. Them drejtën, unë personalisht u ambientova pak më letë, sepse pikës pari ne ishim në atë periudhë kur ishim online edhe ajo virtualiteti e bënte më të lehtë komunikonin mes vete. E dyta ishte sepse arkitektura është një ndërtim pak më internacional, kishim hapësirë më shumë të bënim rikërkime, research, edhe ishte pak më e lehtë të drejtën. Përndryshe i kishim 3 lëndë profesionale në fillim, që aty mendoj që filluan komplikime, se përndryshe për lëndët që profesionale ishte vetëm vazhdim i shkollës fillore. Profesorisht, sa janë të kërkuara drejtimet si ndërtimtaria, geodezia, se geodezia jo edhe shumë njerëz e kuptojnë termin e geodezisë, ndërsa është ndër drejtimet më të kërkuara, ndër profesionet realisht, më të kërkuara se gjithmonë për një shtëpi, për një vend, për një tokë na duhet një geodet. Se sa janë të kërkuara, sa janë të informuar më saktësisht masa me këto drejtime. Atëherë duke marrë parasysh se drejtime si arkitektura, ndërtimtaria, geodezia janë sektor të cilët janë gjithmonë në rritje e sipër dhe gjithmonë janë në kërkim të profesionistëve të kualifikuar. Drejtimet si tekniki arkitekturës dhe tekniki dizajner për arkitekturë të mbrendshme janë shumë të kërkuara, sidomos për zyrat projektuese, për kompanitë e ndërtimit dhe sektorin privat. Në ndërkohë, teknikët e ndërtimtarisë janë ato që janë të domosdoshëm në të gjitha fazat e një projekti apo ndërtimi, duke filluar prej projektit deri tek realizimi në terren. Gjithashtu, drejtimi teknik i geodezisë është i rëndësishëm sepse puna e këtij profesioni është bazë për çdo ndërtim. Kemi matje precize, kemi hartim të planeve apo elaborateve geodezike, kemi përdorim të instrumenteve apo teknologjisë bashkohore, siç janë GPS-ët, dronët, të cilët janë në shfrytëzim të vazhdueshëm nga ky profesion. Dhe me këtë, do me thënë, këto profesione jo përveç që janë të rëndësishëm, por gjithashtu, do me thënë, ofrojnë mundësi të shumta që pas mbarimit të shkollimit të punësohen, do me thënë, nxënësit me njëherë, por gjithashtu edhe në studimet e tyre, të vazhdojnë studimet e tyre universitare. Përmendet gjitha këto mjete që ju ndihmojnë nxënësve për të kryer dhe punën, mësimet e tyre, padyshim se drejtimet e tilla kërkojnë edhe praktikë. Si shkon puna me praktikën, ku e mbani praktikën, keni bashkëpunime me institucione, apo të gjitha i keni në ato laboratorët e shkollës, pajisjet si është puna?
Atëherë, tek ne, dhe me thënë një orë mësimi, është kombinim i mësimit teorik, ushtrimeve grafike dhe mësimit praktik, gjithashtu me një energji pozitive gjithmonë. Nxënësit, dhe me thënë, shkolla është vazhdimisht në bashkëpunim me institucionet të ndryshme, me disa universitete, ku nxënësit të marrin pjesë në ekspozita, në prezantime dhe aktivitete të ndryshme edukative. Gjithashtu shkolla është në bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me institucione shtetërore, siç është Instituti i Ndërtimtarisë në Shkup dhe Agjencioni i Kadastrës së Patundshmërive, gjithashtu edhe me kompani ndërtimore që janë të njohura në vendin tonë, siç është Knaufi, Adingu, dhe me zyra të sektorit privat, zyra projektimi, ku nxënësit realizojnë praktikën dhe përballen me profesionin, dhe me thënë, në jetën e reale. Me një fjalë, mundësi kanë të shumta për të kryer praktikat e tyre, për të marrë sa më shumë informacion, për të ripërpunuar ato në kokën e tyre dhe për të projektuar pastaj. Më thoni se sa jeni të përgatitur në mënyrë praktike për një të ardhme, keni bërë deri më tani edhe padyshim projekte të ndryshme, deri më tani veç se në sfond shkonin edhe fotografitë të shumta të projekteve, të shumta të ditëve të apra aktiviteteve. Sa po ndiheni jo të përgatitur deri më tani, deri në këtë fazë të shkollimit të juaj për të ardhmen profesioniste? Me portfolion që kemi krijuar prej kësaj shkolle, mund të them lirisht që jemi shumë konfident të aplikojmë edhe në universitetet e jashtme, sidomos në ato të Anglisë që janë. Kryesisht, mendoj që me ndihmën e mësimdhënësve, me nocionet, me themelet që na i kanë dhënë ato, ne mund ndërtojmë diçka më shumë në të ardhmen. Lilian? Unë pajtohem me Risën edhe mendoj që me këtë që e kemi bërë në shkollën tonë, ne mundemi edhe të punojmë në ndonjë zyrë të arkitektave, si arkitekt fillestar, pasi që profesorët tanë i kanë dhënë bazën e arkitekturës dhe na kanë shtyrë që të nxjerrin në pak karakteristikat tona, të shprehimi idejtë tona në projekte të cilat në të ardhmen pse edhe jo mund të bëhen realitet. Arkitektura është një profesion shumë kompleks në aspekt pozitiv, kërkon shumë precizitet. E keni pasur në fillim këtë problem? Sepse keni qenë edhe të rinj, 14 vjetë, 1 milimetër lëvish, në kryen shumë punë, jo mos të flasim për më shumë. Në fillim, do me thënë, bënim punime me dorë, edhe aty do me thënë për 1 milimetër shumë bënim problem. Mirë, po pastaj, si e mësuam atë instinktin për 1 milimetër, tashmë në për projekte nuk dalim as gjithë milimetrat. Po. Në Lidion, qëka të flerë më shumë të punosh? Sepse gjithkush ka diçka që më së shumë të i shkon për qefi. Po, mas shumë të unë e kam qef me projektu, do me thanë, objekte të vogla, të cilat janë me kuptim. Do me thanë, për shembull temën e maturës që i kisha, ajo ishte një prej projekteve që kam pas mas shumë t'i qef, që i kam realizu me ndihmën e profesoreshës Esran, të cilën e kam pas mentore. Aty i kam shprej, më çdo mundësia të shprej kreativitetin tim, idejtë e mia dhe me ndihmën e profesoreshës. Çfarë projekti ishte? Ajo ishte një vilë, do me thamë vetëm për dhejst, dhe ishte dikun shumë largë Macedonisë, ku ti largohesh nga realiteti çdo ditëshëm që jetojmë dhe shkon atje për qetësimin e nervave, qetësimin e shpirtit. Me një fjalë kuptova se e do natyrën edhe e do në privatësi. Kur ta realizosh të vilën, të gjithë do vinë nga ajo vila që të bëjmë një pushim të paktën. Apo, profesoreshë, na thuni se cilat janë ca nga projektet më interesante të nxënësve që deri më tani i keni më të spikatura dhe më të përzgjedhura. Atëherë, ajo që është interesante në shkollën tonë është se çdo vit është interesant, do me thënë më interesant se nga viti paraprak. Çdo vit të ri mësimor kemi projekte të reja, do me thënë kemi ideja të reja kreative të punuara nga nxënësit, normal gjithmonë në mentorimin e mësimdhënësve profesional. Ajo çka do të kisha veçu, do me thënë gjatë këtij viti, nga gjithë projektet e punuara, ndoshta janë detyrat projektuese apo projektet përfundimtara që përmendi dhe Ledioni,
të punuara nga nxënësit e vitit të 4 si një përmbyllje e gjitha njohurive që i kanë marrë nga të gjitha vitet dhe nga të gjitha lëndët profesionale. Këto prezantima apo këto projekte, dhe me thënë, janë prezentuar në fund para një komisioni të përbërë prej 3 mësimdhënësve profesional dhe, dhe me thënë, nxënësit më tej janë notuar dhe në fund kemi pas një laramani të projekteve duke filluar prej projekteve të banimit, interiereve moderne të kategorive të ndryshme të objekteve, projekteve të objekteve shoqërore, e tjerë, e tjerë. Keni pas në një rast kur një ish nxënës është kthyer për të treguar përvojat e tij që ka arritur larg me profesionin dhe është bërë mjaft i suksesshëm dhe tani kthehet dhe ndoshta ju man edhe lirë gjërata nxënësve ose i motivon nxënësit se ja vlen kjo shkollë sepse duhet një shkollë profesioniste. Unë për vete personalisht mendoj se shkollat profesioniste janë shkollat më të mira që një nxënës mund ta vendosë të regjistrohet, se edhe nëse për një x arsye çfarëdo që të jetë nuk dëshiron të regjistrohet në universitet, e ka një, ta themi, një zanat, si që themi, ka një profesion të tij dhe gjithmonë do mundet ta punon. Po, kemi nxënës, dhe me thënë që tani ma ato janë të diplomuar në fushat e tyre si arkitekt, ndërtimtar, gjeodet dhe tani më janë pjesë edhe kuadrit mësimor dhe shërbejnë si model frymëzimi për nxënësit e rinj. Për nxënësit për matutje. Tani do sigurisht i keni edhe regjistrimet në universitete. Kur janë, nëse nuk jam gabim, në fund të qershorit? Tash janë pas testimeve. Pas testimeve, po edhe unë ashtu diçka e di. Në tetor më se fillojnë me ligjeratat. Keni vendosur ta vazhdoni këtë profesion? Apo doni tani ta ndryshoni pak qasjen? Për neve personalisht? Po, flas për juve. Po, ne mendojmë ta vazhdojmë këtë drejtim, pasi e morëm bazën pse mos ta vazhdojmë edhe një 5 vjetë tjera. 5 vite është universiteti, si ta kryeni shkollon e mjekësisë e një. Mendoj që, do më thënë, aplikimin në për të universitete, edhe pse e kemi kryer si arkitektur, mendoj që ka edhe shumë drejtime tjera ku edhe pse e ke bazën e arkitekturës, mund vazhdosh në për drejtime të shumta të ndërtimtarisë. Pse jo? Sepse do më thënë njëjtat themele janë. A mendon se do e keni ju edhe më të lehtë nga se nxënësit të cilët vinë nga një gjimnazi përgjithshëm? Besoj që po, shumë, pasi që si e cejka dhe ma herët në shkollën e mesme, ne vetëm e kemi marrë bazën e asaj që dojnë me bo me pjesën tjetës tonë, do më thonë në universitetin edhe... Pretendoni tani të vazhdoni diçka online, sepse me këto online i kemi shumë të lehta punën tani. Pretendoni që të hapni një faqe dhe pse jo, ndoshta 1, 2, 3 projekte t'i bëni. Jeni të gatshëm? E konsideroni vetën të gatshëm? E konsiderojmë të gatshëm, besoj. Do më thëmë t'ju drejtohemi nëse kemi diçka profesorishti tua. Po, do me thënë e kanë fituar aftësinë për të lexuar projektin, për të ndarë hapësirat të një projekti, për të gjetë një zgjidhje. E kemi të lehtë tani. Okej. Profesoresh, keni marrë pjesë në shumë aktivitete, në shumë ekspozita të ndryshme, keni bërë prezantime të ndryshme. Më thuaj si nga fillimi i përgatitjes së këtyre aktiviteteve, ekspozitave, ju merr shumë kohë, merr shumë punë me nxënësit, kur shkoni atje dëshironi që të dilni më të mirët, padyshim. Na thuani pak nga eksperiencat e shumta derisa nga regjia të kërkoj përsëri që fotografitë në sfond të dalin dhe që të shohim edhe vizualisht për punën që e flasim veçema. Atëherë të filloj nga pjesëmarrja e nxënësve tonë në për gara të ndryshme, në për aktivitete të ndryshme edukative, përfshirë lëndët e përgjithshme, veçanërisht në lëndët e gjuhëve të huaja dhe aktivitetet sportive. Gjithashtu nxënësit marrin pjesë edhe në për punëtori të ndryshme, të organizuara nga institucione të ndryshme. Gjithashtu, do me thënë, shkolla bashkëpunon, ka pasur bashkëpunime edhe me projekte ndërkombëtare, do projekte të organizuara përmes Erasmusit. Projekti i fundit ka qenë i realizuar në Qipro, ku ishim pjesëmarrës, po dhe nxënësit patën, do me thënë, një përvojë të shkëlqyer të njihen edhe me kultura të tjera. Dhe një projekt tjetër ku edhe Ledioni ishte pjesëmarrës, do me thënë kishim një shkëmbim të nxënësve me një shkollë profesionale teknike elektrike në Tiranë. Si ishte eksperienca, Ledion?
Ishte shumë eksperiencë e mirë, ajo ishte si aktivitete ndërkombëtare nga Rajko. Aty ishte një eksperiencë shumë e mirë, edhe aty kishim punë në grup dhe përfaqësonim shkollën me krenari. Gjatë kësaj periude, njohë edhe gjëra të reja, vodhe ca ide interesante, pse jo kur të vish këtu edhe t'ua tregosh shokëve, miqve ti praktikoni, pse jo, se çdo kush ka metodikën e vet dhe mënyrën e punës, praktikës. Dhe ne kudo që shkojmë duhet të vjedhim diçka të mirë. Po pak a shumë se ajo ishte shkolle për elektrik, edhe na përshtatën shkollat, pasi që të dyat janë si të lidhta me njëra tjetrën, po kur shkum neve atje ne nuk arrit, u mundoshim ta kuptonim pak a shumë çka punojnë ato, ama ishte pak e vështirë, se shkolla jonë atyve ju do ke vështirë, shkolla atyve neve na do ke vështirë. Ua lehtësove të paktën? Po pak a shumë me fjalë, me projekte grupore, u munduam që ta gjejmë një mes. Po, ta gjejmë një mes. Profesoresh, jemi nga fundi i minutave të emisionit dhe dua edhe nga një pyetje. Kjo shkollë, para se të fillojmë emisionin, e diskutuam se për vajzat ka qenë një tabu temë. Ajo është drejtim për meshkuj, shkollë për meshkuj, dhe ne as nuk na ka shkuar ndërmend si opcion për të parë, për të regjistruar dhe për të krijuar një profesion kaq të bukur, kaq të vlerësuar dhe kaq të respektuar. Më thoni se si t'i drejtohemi vajzave që kjo shkollë është ndoshta edhe më shumë për ta, më e lehtë për ta, sepse punën mund ta bëjnë edhe nga shtëpia, një projekt mund ta bëjnë edhe nga shtëpia, dhe përsëri të jenë gratë të suksesshme, nëna të suksesshme, bashkëshorte të suksesshme. Si ti motivojmë gratë vajzat e reja, të cilat janë klasa e 9 dhe ende janë në atë moshën e adoleshencës dhe nuk e dinë se çfarë duan të bëjnë dhe ku duan të regjistruan, një mesazh motivues nga një grua. Atëherë, me qenë se arkitektura, ndërtimtaria dhe gjeodezia janë të hapura për të gjithë si profesione dhe ofrojnë mundësi të shumta, ne gjithmonë si mësimdhënës, do me thënë, i motivojmë vajzat që t'i ndjekin pasionet e tyre dhe pavarësisht stereotipeve. Gjithashtu edhe në disa lëndë profesionale kanë mundësi të njihen dhe të mësojnë për disa personalitete të famshëm botërisht, modele femra në fushën e inxhinierisë në tërësi. Ju tregojmë se këto profesione nuk njohin gjini dhe në këtë mënyrë mundohemi që të krijojmë një mjedis të barabartë dhe të plotë për të gjithë. Dua edhe nga një mesazh për ju dhe dua edhe të më tregoni se ku është ëndra e juaj, ku e shihni veten tuaj pas 10 viteve dhe si shkolla juaj ju ndihmon që të arrini ata. Prap me mu. Unë dëshiroj që të bëjmë arkitekt dhe të bëj projektet pafundme, të cilat kanë kuptim të mirë për shoqërinë tonë, dhe shkolla ime më ka dhënë fillimin e mirë në mënyrën si mendoj, si punoj dhe si shpreh idejtë e mia dhe jam shumë i njohur për gjatë gjithë këtyre 4 viteve për përgatitjen e tyre që më kanë bërë mua. Kështu që nxënës e dëgjuat se keni edhe shumë dashamirësi në këtë shkollë, nëse keni edhe ndonjë hamendje, profesorët i keni si në vend të prindërve të cilët ju presin me duar hapur, me zemërgjërsi, me shumë pozitivitet dhe ngrohtësi për çdo problem tuajin. Të lutem edhe ti porosin tënde dhe dëshirën tënde ku dëshiron të shohësh veten pas 10 viteve. Fillimisht dua që jap një mesazh të 19-vjeçarëve. Nëse e shohin veten në një dilemë që a do të jetë vështirë, ndoshta talentet e tyre nuk përshtaten me këtë drejtim, unë do t'ju kisha thënë që ato let mund të adaptohen me këtë drejtim, sepse drejtimi është i gjithanshëm, mësohemi për çdo drejtimi tjetër nga pak. Edhe sidomos për femrat do të kisha thënë që po, do më thënë stereotipe që janë krijuar për neve edhe standardet e larta, ne mund t'i thejmë ato barjera edhe të krijojmë sa më shumë projekte që mundemi. Ndërsa ku e shohim veten pas 10 viteve, e shoh diku ndoshta të arrit diçka më të suksesshme. Do më thënë, kryesisht e shoh veten në drejtimin e urbanizmit, është drejtim më i vështirë, më kompleks, më i gjerë, mirë po besoj që do t'ja vlejt të punoj për këtë drejtim. Me profesoreshën do takohemi përsëri për aktivitetet e shumta të shkollës, ndërsa me ju shpresoj të takohemi në arritjet tuaja të cilat do i keni viteve në vijim dhe ne do jemi këtu për krahasit dhe shtytësit tuaj më të mëdhenj. Faleminderit.